që çdo problemi joni është i një natyre psikosomatike, thëndryshe i natyre shpirtërore. Pra jo vetëm si një besimtar i krishter, por edhe nga puna ime, nga gjithë background-u im kërkimor dhe profesional, që në fakt nisi për hir të bizneseve që unë kam drejtuar, por që përfundoj më pas në hulumtime psikologjike, më nxorin përfundimin që çdo gjë, pra thënë ndryshe, çdo problem ka një shkak shpirtëror. Dhe këtë hipotezë më vërtetuan shkrimet e shenjta të Biblës, të cilat e zbardhin shumë në detaj natyrën e problemit shpirtëror. Bibla e quan këtë problem mëkat. Mëkati është pikërisht natyra jone të trashëguar shumë vjeçare, mijëra vjeçare, nga paraardhësit tanë. Pra njeriu në saj të mëkatit fillestar, në kopshin e Edenit, për ata që njohin pak shkrimet ose historitë biblike, ran nga natyra shpirtërore, nga natyra ose karakteri i perëndishëm. Pra krijuesi e krijoi njeriu në një natyrë të ngjashme me të tijën, pra na jepën shkrimin e shenjtë, i krijoi mashkull dhe femër, burr dhe grua në shëmbulltyrën e tij. Pra njeriu krijuai në natyrë shpirtërore, i lidhur me krijuesin e tij. Por ndodhi që pas këtij krijimi, ëngjëlli i rënë i Perëndis, që njihet si Satani ose djalli, kërkoi që ta shkatronte këtë krijim. Dhe ai duke ditur që njeriu duke qenë i krijuar në shëmbulltyrën e Perëndis, ka dhe të drejtën e zgjedhjes. Pra ka vullnetin e lirë. Sepse Zoti nuk krijon asgjë të imponuar. Perëndia nuk është diktator. Perëndia është dashuri, na jep shkrimi, por është edhe i shenjtë. Dhe nuk toleron mëkatin, sepse i tillë është i përsosur. Dhe çfarë ndodh? Satani duke tunduar njeriu, e shtyn të mëkatojë, pra ti mos i bindet mësimit dhe ligjit hyjnor të Perëndis. Pra po flasim këtu për historinë e Biblës që në librin e parë. Dhe njeriu duke mos u bindur krijuesit të tij, bie nga natyra shpirtërore në mëkat. Dhe mëkati do të thotë që jeton në një natyrë fizike, në një natyrë materialiste. Pra jeton vetëm për trupin tënd, për mishin tënd, dhe nuk kërkon të vërtetat shpirtërore. Dhe çfarë ndodh? Njeriu për sa kohë jeton në një natyrë komplet fizike dhe materiale, e ka të pamundur të zgjidhë probleme kaq të mëdha, që janë të natyre shpirtërore. Pra ne, në saj të një sistemi të nisur nga fashistët, pastaj komunistët, që e priu njeriu direkt shumë e më shumë drejt ateizmit materialist, i kemi harruar dhe kemi humbur këto të dhëna historike dhe shpirtërore. Por ato që ndrojnë të dokumentuara në shkrimet e shenjta, dhe sot i kemi që të gjitha në Bibël. Tani, duke ardhur në kulturë ateiste, materialiste, njeriu trembet kur dëgjon terma të tillë si Bibla, shkrimi i shenjtë, i duken komplet fetarizma. Dhe nuk përjashtohet në fakt aty, si të thuash, natyra fetare e gjës, por ama feja nuk është thjesht rregulla. Feja ka detyrë të tregojë të vërtetën. Dhe në rastin konkret, Bibla dhe besimi krishter është pikërisht këtu, për mua si besimtar, i krijuar nga Zoti, pra kisha është institucion, para se gjithash për të ndihmuar njeriu shpirtërisht, që njeriu të ringrihet nga çdo sfidë që ka. E bëra këtë hyrje për të kuptuar që pikërisht atë që thash më parë, çdo problem që ne mund ta quajmë depresion, mund ta quajmë ankth, mund ta quajmë mungesë besimi, humbje shprese, pesimizëm, pezmatim, e lloje të tjera, o qoftë vuajtje, dhimbje, problem
i mungesës së paqes, mungesës së qetësisë, mungesës së marrëdhënieve të shëndetshme në jetën tonë. Të gjitha vinë si rrjedhojë e mëkatit. Dhe nëse kemi zgjidhur problemin me mëkatin, kemi zgjidhur shumicën e problemit. Dhe unë këtu nuk flas thjesht si një besimtar që shkoj në kishë dhe lexoj Biblën dhe kaq. Unë kam parë në jetën time, por edhe në jetën e shumë besimtarëve të tjerë, se si njohja e të vërtetës, besimi tek ajo dhe jetesa në një mënyrë shpirtërore i ka ndihmuar këta njerëz, përfshi dhe unë vetë, që të ndryshoj jetën dhe të jetoj i lirë nga forca e mëkatit. Si rrjedhoi kësaj ndava dhe këtë video që mos e zgjatem. Dhe ideja ishte që të tejkalosh këto probleme dhe të hysh në një jetesë shpirtërore, ku ke paqe, ku ke gëzim, ku ke urtësi, forcë dhe dashuri, e shumë atribute të tjera që janë e kundërta e mëkatit, nevojitet të besosh, nevojitet besimi, pra ta tejkalosh natyrën tënde materialiste që të çon vetëm maksimumin në gjendjen egoiste dhe të shkosh drejt një gjendje shpirtërore. Kjo gjendje të jep lirim, edhe të bashkon me njohjen e Zotit, krijuesit tënd, që për ne të krishterët në Bibël është materializuar me personin e Jezu Krishtit. Sa më shumë të njohësh Jezu Krishtin, aq më shumë një Perëndin, krijuesin ose atin tënd, siç e japin shkrimet shpirtërore. Më falni, shkrimet e shenjta. Dhe ky besim të çon në një rilindje shpirtërore. Thuhet që Perëndia të jep frymën e shenjtë, të jep frymën e tij, që ti ndërlidhesh me krijuesin dhe shkrimi i Biblës të merr kuptim dhe ti për çdo situatë të jetës ke një zgjidhje, duke aplikuar shkrimin e shenjtë. Pra kjo është jetesa shpirtërore. Dhe nuk të shkëput nga e përditshmja, nuk të shkëput nga punët, qoftë edhe nga sfidat, nga çdo gjë, por jeton ndryshe. Ai ke gjithçka të qartë.